Rinja bashkon zemrat e çdo shqiptari, pra dëgjuesoshër ja këtu jemi me një emision shumë special ku keni mundësinë pra takoni njerëz me entuziazëm të madh. Nuk kemi pas kësi emisioni përpara, kemi pas shumë sene, mirë po kada dale po dalim gjithçka. Ne shqiptarët jemi do me thonë si njerëz, si të dishëm, si arritje me suksese deri mo edhe AIN e fundit ajo Murati vajza e ka arritë dhe ka botë madhe e tash pelojmë ato vetëm se po kthehemi te entuziazmi edhe sidomos për moshkët shqiptar seni më i madh që është makina. Makina, çfarë të koft, më e shtret, më e mirë normal. Për atë sonte musafir kemi njerëzit pra që janë të ftuar nga një panajir shumë i madh që bëhet çdo vit në Norvegji këtu. Panajiri është aq i madh për ata që e din, për ata që se din jetojnë në vende ndryshme të Norvegjisë, Oslo Motor Show. Aty pra keni makina prej makinës parë që ka dalë deri te ajo e fundit me makina ndryshme, me prototipe gjitha ato. Edhe thash çfarë kënaqësie kur ftohen shqiptarët me marr pjesë aty. Do me thonë kjo është një sen aq i madh si mu ftuan në Eurovision. Edhe vjen te aty pse ftohen se diçka kanë ata. E normal që kanë ata diçka, për ato e nësonte me ne këtu, është kënaqësia jonë shumë e madhe, pra të kemi musafir nga Danimarka edhe nga Norvegjia. Sonte me ne është Fatjon Braha, Kolasi Besmir edhe Dashmir Musteqja. Do me thonë, bjemën e ka që ashtu të jo që unë thash, kështu që na tregojnë vetë ata, mirë mbrëma dhe mirë serdhet. Mirë mbrëma, faleminderit. Mirë mbrëma nga Naime, edhe një falenderim shkon edhe për shokun tonë Femijon që më prap jashtë. Ja dha një mundësi vetës dhe një barë që ju kemi neve sot e këtu, për shkak se Alushe Ceku ju keni qenë pjesë e një ekspozite këto të makinave të ndryshme, që banë çdo vit, domethënë Oslo Motor Show, edhe ne do ta morëm nga një shpjegim për secilit për jush. Po ajo më e mira për neve dhe për shqiptarë tjerë që nuk ju njohin, ne kemi afër, ne nuk e dita mendova që kemi prej Shqipërisë, por kemi Danimarkës edhe prej Salzburgut, kështu që për ju e Fatjon kemi dëshirë ta dim se kush është Fatjoni. Ja, përshëndetje dhe shumë faleminderit për këtë vizitë që na ja ofruat ta bëjmë te ju. Ne ishim të ftuar te Oslo Motor Show këtë vit. Respektojmë fëmijën shumë dhe e takuam rastësisht nga ana një shoku tim dhe na proni deri këtu. Erdhe bashkë me vllajën tim Besmir Kolasin edhe me mikun tim ngushtë nga Danimarka, Dashmirin, dhe u futëm të kjo Oslo Motor Show. Aty është një kënaqësi fakt se të jetësh që nuk kam pa në fakt shqiptarë që ftohen në këto lloj eventesh. Ka shqiptarë, normalisht se ka që kanë makina shumë të mira, provojnë na për shumë enë të botës. Por këtu në Skandinavi, sa kemi në njërin tonë, para ka as njerëz të smut si puna jonë, se të afrohen as afër këto lloj eventeve kaq të mëdha. Ishte një kënaqësi për ne shumë, sot kaloi dita shumë me sukses, kemi edhe nesër që do jemi aty edhe për ditës premte, po. Prej sot ku jemi këtu në emision. Po. Po kjo është e kënaqësia që të njoftohemi, do me thonë, me të tretë, sepse tash do të dim se edhe prikajt po vinë edhe si me shka merren, se normal makina është pri një, po ka edhe sa e tjera. Dashmiri ka një histori shumë të mirë, po ato do ta kemi shumë shpejt atë bisedën e Dashmirit, është një histori që është faktikisht duhet ta mësojmë. Por Dashmiri, nga e kemi Dashmir Musteqja? Mirë mbrëma dhe faleminderit shumë për mikpritjen këtu në studion e juve dhe në gjithë në Oslo që na bëhet. Unë quhem Dashmir Musteqja, vi nga Tirana dhe jetoj në Danimark për 25 vjet. Edhe kështu që me Fatjonin e erdhëm sot. Ne fakt kemi njohur me Dashmirin, ne jam njohur me Dashmirin para 25 viteve dhe kemi marrë atë miksin deri sot. E shpresoj ta kemi derisa të kemi jetë. Po dhe me punojmë dhe në Danimark, rrim Danimark për 25 vjet. Unë jam vetë hidrolik, kam firmën time në Danimark hidrolik, me këtë merrem. Edhe kemi edhe këta hobit që do ta cekim. Që na lidhë dhe pasioni. Normal. Tash ta pyesim, ke pas dhe një bluzë, një fanellë, njëjtë si Fatjoni edhe Besmir. Po, një pjesë, në fakt edhe e ndroj.
Ju pyesni se jeni shqiptar atje po Po i kemi filmor të gjithë gjonë dhe i kemi çdo gjë. a haset da keni rastis ta keni ndonjë shqiptar në ekspozitë Po, gjatë eventit? në fakt po kishte në fakt. Kishte shqiptar edhe në përshëndeten disa në fakt kalun edhe nuk na përshëndeten e pak po kjo është jeta. Është ta kjo Norvegjia pak më ftohtë se Jo, nuk Danimarka. është vetëm Norvegjia, se edhe Danimarka, na kemi konkuruar edhe në Gjermani, Po. ka qenë e njëjta, Po. njerëz të ndalohen pak, po kur na njohin, ju garantoj se do flasin më shumë. Po ajo e mira është që unë e thash më herët, domethënë mashkullt shqiptar edhe makina janë të vllaznun, s'di pse. Për çato do të bisedojmë. Tash Besmir tregona ty të kemi prej Salzburgit. Përshëndetje, mirëmbrëma dhe shumë faleminderit për ftesën, për mikpritjen dhe vërtet jemi shumë të lumtur që jemi sonte këtu me ju. Atëherë unë quhem Besmir Kolasi, kam ardhur në Norvegji nga Tirana, jam pak nga që babai ka qenë ushtarak edhe ka lëvizur në atë kohë siç i lëviznin ushtarakët në shumë qytete të Shqipërisë. Po kemi ardhur në Tiranë në 97-ën. Jam rritur mas babait në fushën e automobilave, duke qenë se ai gjithmonë ka punuar. Ka qenë gjithmonë është marrë me mjetet, ka qenë në aviacion, ka punuar në ushtri, po gjithmonë me njësinë teknike, me mjetet. Kështu që detyrimisht dhe unë nuk isha nga t'ja mbaja ndryshe, po të vazhdonja pasionin e rrugën e babait. Kam ardhur në Norvegji në dhjetor 2017, 2018 gati, dhe prej atyre ndodhem këtu. Punoj aktualisht jam tekniker tek Porsche. Si thash jam rritur me makina, jam në industrinë e automjeteve për gati 20 vitesh, domethënë me shumë pasion, me shumë dëshirë. Dhe patëm fatin, por kjo vjen patëm fatin që të ishim pjesë e Oslo Motor Show, eventi më i madh automobilistik, jo vetëm automobilistik, po duke qenë Auto Motor Show, aty ka çfarë do lloj mjetesh, qoftë motora, makina, kamiona. Madje risia ishte ajo që pam sot, ishte një kamion kabriolet, domethënë ishte një gjë që ndonjëherë është e pakonceptueshme, domethënë nuk ka fund kjo gjë nuk ka fund. Shumë e vështirë. Dhe ne patëm fatin që të ishim pjesë e Oslo Motor Show, është dhe ditën e nesërme, kemi një ditë akoma për të zhvilluar eventin. Besmi po të ndprej, makinat janë nga Norvegjia dhe po shumë vende të tjera të botës? Makinet kryesisht janë nga Skandinavia. Finland, Suedi, Norvegji. Ashtu. Kryesisht po. Ka dhe nga Gjermania. Por shumë mica janë Skandinavia. Nga gjëra të jashtëzakonshme. Si rrjedhore e pasionit edhe punës, dashurisë që ne kemi kryesisht për mjetet Mercedes-Benz, na u dha mundësia nëpërmjet edhe klubit Mercedesit në Norvegji, duke qenë se ata gjithmonë bëjnë udhëtime në Danimarkë, në Gjermani, njihen shumë mirë me Fationin. Fationi ka priti, ka respektuar, domethënë na njohin shumë mirë, din shumë mirë sa merakli ky është për makinat, për benzin në veçanti, ja njohin shumë mirë koleksionin që ka. Edhe kuptohet që kanë respekt për ne, e vlerësojnë sepse e shikojnë që nuk është, e shikojnë nivelin e dedikimit që ka Fationi, që ka mund edhe atë që bëjmë ne për ato makina. Kështu që patëm fatin në shumë pak vend që ata kishin këtë vit, ishin një stend shumë të vogël realisht, patëm fatin që të kishim ne një Mercedes aty edhe ata një Mercedes, vetëm 2 makina këtë vit. Edhe kjo për ne është gjë shumë e madhe realisht. Është një respekt i kalum respektit. Po mirë, kjo ajo që është për shembull tash kur folëm për Panailin, është një Panail shumë i madh, edhe tash më herë çdo vit vjen diçka e re edhe ajo e vjetra.
Por Facion, ajo pjesa për shembull tash mirë tha edhe Besmiri, koleksionin e Facionit. Tregona pak për këtë koleksionin se për ata që kanë dëshirë me pa drejt për drejt tash mundën me hyrë në YouTube edhe në Instagram me shumë vende tjera dhe do ta postojmë edhe ne që me pa për shembull se unë vetë i pash në YouTube kënaqësi e madhe për disa Mercedese dhe sidomos njëri që s'kishte lëviz prej garazhit. Tregona pak për to si filloi kjo pjesa me bokit koleksion. Pjesa e makinave ka vazhdu qysh me kerrin me guzhineta, ku ishim 10 vjeça, 8 vjeça, 10 vjeça, bashim kerrin me guzhineta. Që atëherë lindi pasioni i makinës. Edhe avash, pa ta marrë një Benz 124-200 para shumë viteve në Shqipëri. Unë erdha në 2002-shin, kam arrit në Danimark, dhe aty vazhdova me punë si gjithë tjerë, sukur punojmë akoma sot, pa ndales, me orë gjata, se nga herë thojnë Europë, po që ka mundësi ky ka bëjë gjithë to. Pasioni edhe puna janë dy gjëra që të shkojnë paralel. Puna është e para, pastaj vjen profesioni jo që ke dëshirë. Dhe mora makinën e parë, Benz Prep, edhe ta rrit, janë bërë disa makina sot, po janë do makina shumë unike, në fakt janë shumë të pastra, kilometre shumë pak, edhe unë e di se janë shumë tralla në për botë, në fakt, ato që kemi sot bëmë në dorë tona. Për falë, është edhe fati që unë mirë në me atë punë, gjithë ditë unë kam një autolarje në Danimark, që 10 vite, edhe kam pas gjithë një marak pjesën në autolarje, që fëmi, në fakt. Dhe atë e kam kriju, kam po shumë të fuqishme për në Danimark, është me fuqishme në fakt në Danimark. Në cilin vend Danimark? Në Kopenhagen. Dhe rjeti është i pa fund, në fakt, për kësaj pjese. Dhe aty vazhdova unë pasionin më shumë të arritë. Dhe janë të makina që ne kemi marrë pjesë në shumë vende edhe kemi dalë me sukses. Panajile ndryshme, do me thonë. Panajile ndryshme, vishim Gjermani, Danimark, Skandinavi kemi marrë shumë vende pjesë, kemi dalë shumë mirë. Nuk është vetëm për që dalim ne mirë. Ne shkojmë në për evente, po i japim një plus edhe vendit tonë. Se ka njerëz edhe... Ne para vjet morëm pjesë në festivalin më të madh të Mercedesit që mbahet në Hattingen në Gjermani. Dhe kemi bërë një prezantim super dinjitoz. Kemi do t'i dërgoj foto video, një tend me shqiponjen komplet që ishte holli jon i makinave që mbanim aty. Ka bërë gjiron e botës, edhe ata që s'kan dash, ta nxirnin, ju dilte tenda, shqiponja dilte kudo që të filmoj e gjiroj, ishe shumë e madhe dhe duke kudo. Edhe aty arritëm të fitonim me një nga makinat e Facionit, që është vlen për të theksuar, arritëm të fitonim top 50 price, dhe më në çmimin në top 50 makinat më të mira, por mos harrojmë se aty janë përmbi 2000 makina pjesëmarrëse. Edhe ata kanë vetëm 50 çmime për 50 makinat më të veçanta. Edhe një nga ato makina ishte makina e një shqiptari. Kjo vërtet ne po flasim për fushën W123. Një vitit të një me 22.000 kilometër. Makina është fabrik. Për herët, kur e mora atë makinë, pa kam vujtë shumë për ta marrë. E morëm si makinë, ndezjen e parë, makina ka qëndru 38 vite pa lëviz. 18 vite pa ndezë. Unë e kam marrë me karatret, se kam pru të puna ime, dhe ka arë Besmiri me boni surprizë, në fakt, se nuk ishte për më ardha ditë, po më boni surprizë, erdhe dhe se më thash, kjo makinë do nizet nga Besmiri. Edhe erdhë, më boni surprizë, kjo ka ndezë makinën për herë të parë. Makina është ndezë me herën e dytë, që të ndezë edhe me herë të parë, por ju dhimë për ta majtë Chelsea dhe në fund edhe lëshoj, për herë dytë, makina ndezë edhe, më të në fakt, ku do shkojmë, bëjmë bujë shumë të madhe, po shumë të madhe. Facion, makinat ju që i mirë i restauroni vetë, apo vetëm se ja hiqë atë plurin, si ku kësajmë makinit që e kini më pas shumë ditë. Se shumë mirë që dole të këj fakt, se ne na shkrujmë për çdo ditë, e bë këta, bën ata. Unë nuk jam as mekanik, unë jam shumë detajist i smut.
Unë e marr makinë mund tjetë e net me 40 vjetë, 50 vjetë që ka net si makinë, po çdo lindje, çdo gjë tjetër origjinale e vetja. Pastaj e bijon të bukur e bëj atë. Unë s'jam mekanik. Për kundra marrim shëndën e Besmirit. Mirë, ashtu. Ky e bën nga fillimi. Se ky është marrë shumë me këto renovimet nga fillimi. Pasioni edhe i veti, edhe nga i babës vet, thonë është me kategori tjetër Besmiri. Unë shikoj më shumë detajet tjetë makina e pastër. Po bëj tash për momentin, po bëj makinë shumë të rrallë. Që ka 3 vjetë vlla, sa ka ajo? 3 vjetë, 4 vjetë që kemi është proces. Ajo mund tjetë, kur të marroj e besoj, për në Skandinavi jemi të sigurt se nuk e ka njëri. Është gjë shumë e rrallë. Fjalë për Mercedes seria 124, 3.4 AMG, po është prodhuar në shumë pak modele, shumë pak copa. Shumë pak copa janë ata. Çysh i gjeni këto, për shembull, a folim na vetëm për Skandinavi apo shkoni edhe më gjerë? Jo, makinat, unë për mendimin tim, makinat e mira janë vetëm në Skandinavi. Nuk ka makinë të mirë në Ballkan. Vjen keq se e tham këtë fjalë, por nuk ka. Ne kemi shumë pasion në Ballkan, po s'kemi mundësit për ta mbajt në atë kushte. Nuk është problemi për ta ble makinë. E blen çdo njeri, për ta mbajt kush e mban. Dhe në Ballkan nuk i kemi ne mundësit, s'kemi mekanikin, s'kemi elektroutin, nuk kemi llamaristin. Kemi një do dalë pak të dashi, pak më vonë do dalim të pjesa këtij. Nuk ka që merë Ballkan poshtë, edhe në Turqi, në vendet tjera më poshtë. Nuk janë profesionista. Skandinavia është një ligë tjetër. E bën diçka vërtet kushton, po nxjerr diçka shumë të pastër. Nuk ta jep skandinavezi ty një gjase, nuk është mirë. Nuk e jep atë. Besim plot. Ka besimin e plot. Ne folëm pak më përpara për që çfarë do lloj profesioni, çfarë do lloj. Bën me zemër këto. Jo, ideja është që ti duhet të kesh certifikim. Je punor repart karrocerie, duhet të kesh certifikim, ti duhet të kesh njohuri, ta njohësh makina nga fillimi deri në fund. Ka një pafundësi metalesh që duhet të njohësh, do ndrohet. Se edhe dashi muaj 123, i njëjti si imi në fakt. I njëjti ngjyrë, nga jashtë vetëm kabina kishte ngjyrë tjetër. Në thjerë mu dashin, hajde shefe tha vlla se do ta bëj këtë. Kur e shofi thash vlla nuk bëhet. Po si ta zbotor nuk bëhet thash. Në Shqipëri nuk e bën këtë makinë, po do ta bësh. Sillen në Danimark, edhe e çojmë bëjmë procedurën sikur bëjmë te imja, po të shkojë në shifër, s'po ja xham shifrën hiç këtu. Se është shumë e lartë. Po a në fund e merr diçka, merr diçka vërtet të pastër. Kurse te ne mund t'ja merrshin një 5.000, 10.000 euro. Nëse kjo është i temë shumë jo, duhet dhënë kjo temë. Jo, dakor, ama mundësit nuk mund të krahasosh, Skandinavia ka mundësi tjera, ne kemi mundësi tjera. Se bëj. Qefi është i madh, po mundësit janë të vogla. Respekte pafund për poplin ton poshtë. Nuk ka koment kjo punë. Por jemi realista, se njeriu ja kalon si ta ka dhënë ty dhurat djali këtë makinë. Shife, kjo është shumë e çuditshme për. Kjo është një dhuratë për ty shumë e veçantë. Nëse ne do vdesim. Sholla ti s'vdes kur. Po. Djali jo do ta blej makinë se ka pas baba. Edhe e çon te veni gabur. E thot ma bë këtë makinë se kam kujtim. E du një gjë të bukur për i prindit tem. Edhe i merr 20.000, 30.000 euro, makina mas i viti ka rënë tokë prap. Thonë tash e djali ka punu një jetë, vetëm ta ketë diçka se e ka pas baba këtë. Po t'ja hudh poshtë. Ashtu. Ti jemi realista. Po. Nuk e adim vleftën. Si adim vlerën e gjonë. Thjesht vlerën nuk e. Kjo vjen edhe nga që sepse unë kam punuar vetë. Kam punuar vetë në Shqipëri, shumë vite kam pasur servis. Kur kam ardhur këtu, më ka rënë domethënë që të shkoj në trajnime nëpërmjet punës, edhe kam parë që ne kemi punuar gabim. Unë kam mbajt vetëm profesionist, unë jam profesionist. Po kur kam parë se si punohet, se si duhet punohet, atëherë pastaj më thonë që ne kemi gabim, ose nuk kemi veglat e duara për ta bërë të punë. Edhe kjo është fakt, kjo është realitet. Veglat nuk kanë fund, e kupton? Kështu që mundësit atje poshtë janë më të pakta se ku për një pyetje për Besmir. Besmir, ju tani keni 8 vite, apo sa tha që jeni këtu? 8 vite, po besoj që ka ndryshuar pak Shqipëria ndërtimin,
e sigurimit veglave të posaçme, sidomos për Ka makinat. ndryshu një pjesë, po jo, domethënë prapë është pak a shumë domethënë e njëjta. Një se pjesë për neve kanë shqiptarëve pajisje, nuk po them se nuk kanë pajisje. Por prapë certifikimi, shkollimi mbetet aty ku është, nuk është në nivelin e Skandinavisë, e kupton, nuk dua as përmburje as gjë, ama ky është fakt. Realisht njerëzit që jetojnë në Skandinavi din shumë mirë. Po fut në këtë temë edhe herë. Që nuk funksionon ligji aty tek ne. Nuk ka një kontroll, ti ki bëj servis, unë shkoj nesër në Shqipëri, hapi servis, shkoj në Kosovë, hapi servis. Nuk ke kontrollin e duhur. Vjen në rregull servis edhe i jep vulen. Si e jep vulen? Hapësh servis këtu është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe. Ku veglat kolaudohen çdo 6 muaj. Një servis i madh do paguaj qindra mijëra kruna për të kolauduar veglat, domethënë çdo pajisje mace kolaudohet që do thotë është brenda kushtit teknik apo jo. Kush në Shqipërinë tonë, kush ka mundësi që të paguaj firmë që t'i kolaudoj pajisjet që nga lifti, që nga çelësa dinamometër, që nga njësit mace, që nga çdo lloj vegle mace. Ktu kolaudohet, do të thotë që siguron kushtin teknik edhe çdo gjë që të jetë brenda kushteve të fabrikës. Është e njëjta si të autolarë imi, janë 125 paragrafe për me hap një autolarje. Ato duhen mbushën ato pika. Autolarje. Ti thush kuj në Ballkan ka kaq pika një autolarje, nuk ta beson kush. Jam i sigurt. Fjalësh për Dashmirin, e kishte qenë me rëndësi ta dim Dashmir, derisa po flasim për benza, Skandinavia nuk prodhon makina. Jo, nuk prodhon. Edhe Besmir tash ndëgjova shumë me vëmendje, domosë sa përpikt janë norvegjezët, si nga mjetet, veglat e punës, serviset si ka si apoteka këtu po themi, apo farmaci ndryshe, si e shef ti për shembull tallmen e këtyre shteteve skandinave, a do të kenë do një makinë që do të prodhon ky shtet? Shteti ju në realitet ku jeni, se tani ka është pak më e pasur, më e fortë se sa Norvegjia. Jeni afër shumë Gjermanisë aty. Nuk e di, nuk ma mrem menja, nuk. Ana tjetër, danezët kanë makina evropiane shumë për shembull apo kineze? Apo mund të themi amerikane? Kemi europiane. Bravo. Ate që kemi ekipash në këtu kur isha këtu mbi Lesfola me Fatjonin, këtu tek ju. Shef dallimin për shembull. Shef dallimin ju hecni me makina më të mëdha se tona tani, po kjo siç ram dhe dakord. Është dogana dhe çmimet e shumë shtrejta. Domethënë edhe unë kam qef një makinë të madhe të lëvizim Danimark, po janë shumë të shtrejta, kështu që është dogana dhe taksat që i paguajmë në Danimark. Atë na bëjnë. Edhe Norvegjia emiton Amerikën, kështu për ndryshe, por edhe makinat e mëdha, Evropa tjetër emiton runat. Ka atë kulturën, kanë atë nostalgjinë për ato makinat e vjetra amerikane. Kanë qef ato të mëdha. Masi jemi tash te Dashmiri, të lidhëm te kjo historia më njëherë, pastaj do të vazhdojmë prapë me panajirin edhe me entuziazmin e benzit edhe makinave tjera. Dashmiri pra ka një histori shumë interesante, veçantë që duhet ta di e ke shqiptaria, sepse është histori edhe kur është histori na zguzojmë ta humbim, sepse duhet ta dim. E ka një traktor të veçantë, domethënë një traktor që Shqipëria është ndërtuar me atë traktor. Tregona pak për atë histori. Po, jo, histori ime është çik ndryshe nga ato dy çunat, këta janë çik më të ke parasysh. Unë kam lindur në Shqipëri edhe ishim i vogël, edhe atëherë në Shqipëri ju e duhet ta dini që ne kemi pas vetëm traktora dhe zitora, domethënë që prodhonim, punonim tokat, korrim grunë e gjithë ato gjërat. Edhe këtu filloi dhe ajo ëndra ime kur ishim në të vegjël, këta traktorat bëshin një zhurmë. Ne edhe i kishim fryk, po edhe i kishim qef edhe priçim, domethënë diçim me ty me fëmijë tjerë që na meshin bëshim një xhiro me këta traktorët. Traktoristët kur ishin na kanë, janë sjellën me ne, edhe dy herë kanë pas diçka, domethënë që kur domethënë ishte ajo që edhe unë kur të rritëm, domethënë kisha qef ta kisha një traktor se i shifshim këto traktoristët shumë sipër, e ke parasysh. Po, ka qenë shumë lart edhe ishte edhe zhurma dhe kur u fikshën majmen, domethënë aty ke shtëpia tona, kemi qenë një fshat, kishim jarr aty, domethënë këto i fikshin traktorët në hija të arrës, domethënë aty u majte, aty ne hypshim, rrishim gjithë ditë me traktor. Aty filloi ëndrrimi. Ky traktor është një prodhim rus, në fakt, kur ne Shqipëria kishte kishim komunistët atëherë me Rusin.
morëm na dhan, tash se histori u blejnë, u dhan, nuk e di, po është një prodhim rus që ne erdhëm në Shqipëri. Në të njëjtit kohë mori dhe Kina prodhoi të njëjtin traktor, Rusia prodhoi 2254, kurse Kina prodhoi 2275, që unë e kam sot 2275, është një vitit 74, është traktor kinez, po është traktori kuq, traktori komunizmit e themi ne, traktori Enver Hoxhës, se kodio qa mund t'i ashtu, kurse Rusia i kishte ngjyrë jeshile të vetat. Edhe nuk është vetëm Shqipëria që ndërtoi këtë traktor, Rusia filloi as luftës së dytë botërore e ndërtoi, ka video, ka YouTube gjithë si janë ndërtuar nga ky traktor. Edhe ajo ishte ëndra ime, unë para 4 vjeç. Para 4 vjeç, bravo, në fakt, kur hua vitin a parë që e Fatjoni, sepse të marrësh një fjalë nga një njëri si apasionu, do më thonë una, jo se s'kam besim vete, kam besim vete, po mirë për traktore e kisha vetëm se kisha ëndra si ishe për kështu, por nuk e dija se kishte aq shumë interes dhe një nga një njëri si Fatjoni që di këta mjetet. E në më thamu, kjo është legjend, thamë që ke marrë, diti. Edhe e maj si histori, do më thonë, si histori Shqipërisë, unë ndërtu, do më thonë, punoj, unë ndërtu, do më thonë, edhe njerëzit, traktoristët, edhe gjithë punëtorët, plakojmë, për shembull ka pas ndihmu, ka pas punu ndihmës traktorist ishin ata që rishin plug edhe kishin një timon që të rrolloheshin ata. Ku e gjete traktori? Ku ishte në atë kohë? Una kam rreth shumë vite, do më thonë 5-6 vjet para se ta bleja, kontrolloja për internet e gjithë gjonët, kontaktoja njerëzit, po si që folëm shparën për Shqipëri është qikë vështirë, do më thonë të besojsh edhe nga largë edhe kështu gjonësh edhe e gjetë mi në Tiranë. Ka, në Shqipëri mund të kemi 20 copë, po që lëvisin për momentin janë 7 ose 10 copë që lëvisin. Kanë qu për hekë. Realisht ajo është një vlerë për vendin dhe duhet ta ketë vendin në muze. Por fakti, domethënë problemi është që Shqipëria nuk ka një muze për automjetet. Kjo është fatkeqësi, domethënë edhe injo po kështu është, e kupton? Nuk ka mundësi, domethënë shteti nuk ka krijuar kushtet ose të krijojë një muze. Edhe vllajtë. Po. Kjo traktori do të ishte këtu. Sot traktori do ishte këtu në Oslo Motor Show. Po. Edhe të bëhet tamam një intervistë shumë e fortë pra tha. Si jo. Sepse ajo i mungon. Ajo ishte këtu, e vetëm gjë që nuk e shifshim ishte traktori. Po, patjetër në salonin tek Porsche ku unë punoj tani, përveç makinave që mbajnë ata në salon te Classic Center te qendra klasike e Porschave, kanë një traktor Porsche me naftë. Edhe tani që fillon sezoni dimrit, nxjerrim. A ditë kur isha unë që futa makinën brenda që bëra foto, e morën e futën brenda, nuk e lanë jashtë. Mos ta zëri dëbora. Po kjo është ajo. Ajo është kultura. Ajo është vlera edhe kultura. Ata nuk janë shtet. Ajo është firmë. Normal. Ne kemi vazhdu vonë të këto gjona. Ne kanë pas para 100 vjetëve, 200 vjetëve mjetet. Kurse për ne ka qenë një gjë shumë e madhe, pra ne kur folëm me këto thotë, unë thotë kam mjet pune. Po. Ne thojmë çfarë thotë ky më mjet pune. Ne kemi pas ëndër ma prek me dorë, jo ma pas mjet pune. Po kjo është ajo. Jo, edhe këtë fillim se ju ke qenë disa herë këtu në Motor Show nostro. Po Oslo Motor Show po marrni në ekstrem. Po është era parë si pjesëmarrës. Si pjesëmarrës po. Kemi qenë si spektator, edhe nuk e mendonim, seriozisht nuk e mendoj që të kishim mundësi që të ishim pjesë e eventit. Por me punë bëhen këto, nuk na thjerrin për burrat mirë, jo. Ashtu. Çfarë pyetje për shembull tash, çfarë pyetje janë të rëndomta që pyeten në panel, për shembull kur vin tek stendi juaj? Po kryesisht rreth makinës, informacion mbi makinën. Për shembull që ta marrin vesh edhe ndjekësit ata që na dëgjojnë, ne u prezantuam me një Mercedes W124 500 me motorin V8 5 litër, domethënë. Ajo makinë ka të veçantë, sikurse edhe Fatjoni e ka një të limituar si ajo, ka të veçantë sepse është prodhuar në bashkëpunim me Porschen në vitet nga 92 deri në 95. Në atë kohë Porsche ka pasur një krizë ekonomike dhe patën rënë në marrëveshje me Mercedesin që të krijonin
në atë kohë u quajt sedani më i shpejt në botë, më i mirë në botë. Ai lloj Mercedesi dhe patëm po marrëveshje që një pjesë e punës të kryej tek linja e prodhimit të Porsches. Domethënë gjithë bashkimi i karocerisë, saldimet për të futur motorin V8 në dhomën e motorit, janë bërë gjitha modifikimet janë bërë tek Porsche. Pjesa tjetër pastaj është e Mercedesit, por edhe parafangot më të gjera mbrapa fangot dhe luku komplet nga jashtë është dizajni i Porsches. Dhe prandaj sot kësaj dite makinë ka një vlerë të konsiderueshme dhe preferohet jashtëzakonisht nga entuziastët e mjeteve, jo vetëm të Mercedesit, jo vetëm nga të gjithë të apasionuar të makinave. Dhe u prezantuam atë makinë dhe pyetje rreth historisë, shumë veta nuk e dinin historinë e bashkëpunimit me Porsche, kështu që detyrohesh që ti shpjegosh, ti japësh informacion. Se tash ne kur folim për makinë për shembull edhe prezantimin në një panajir, Fatjoni tha mirë, ajo do të jetë komplet origjinale, pa e prekur, pa e vetëm e pastruar. Do të thonë pjesë mbrana, detajet, po, se jo me heke me qit diçka ose me porosit dikun me ja ndreq pjesën ose me ja qit pjesën. Ndreq pjesën, po e ndreq njëjtën origjinalin. Ose e gjen origjinalen, po jo me marrë një gjatë se shifet ban buj. Ato makina nuk preken. Do të thonë është e pamushme edhe pjesë me gjet. Nuk duhet edhe pa mujtë me gjet pjesë. Për disa pjesë është e vështirë. Shumë e vështirë. Se nuk prodhohen më. Nuk prodhohen. Po para 10 viteve këto makina i prekshin shumë. Se nuk si atishin as shumë vlerën siç e kanë sot ato makina. Kanë qenë shumë pak njerëz që e kanë ditë vlerën 1500. W124. Kurse sot ka shumë bujt madhe si makina jo dhe ka hyrë me një çmim shumë të lartë. Në çdo vend botë, në fakt, ato makina xhirojnë. Pa garanci se mund të jesh. Kjo vjen shumë ndikohet edhe nga rrjetet sociale. Edhe e them me bindje, ne kemi bërë një punë shumë të madhe për të arritur vlerën kësaj tipi makine. Seriozisht, se videot të makinave tona janë vërtet janë virale, domethënë ka njerëz që na shkruajnë nga e gjithë bota që edhe çdo gjë që bëhet virale detyrimisht fillon edhe rritet edhe makinat ai futin pista apo jo ndonjëherë sepse tash na pam traktorin e dashmirit. Unë jam shumë i apasionuar. Ashtu tash ato vajni lidhes. Unë po e mbaj mend nga Bram kur e pam atë videon si kishte virale, e kishin shikuar shumica nga ato venet. Ka vjen altë me origjinë traktori. Jam shumë i apasionuar, kam qenë pjesëmarrës i shumë garave malore në Shqipëri dhe Kosovë. Kam shumë çmime në shtëpi në Shqipëri në evenimente të ndryshme të garave, por fatkeqësisht në Norvegji nuk është, nuk është e pamundur që ta ndjekësh këtë sport, është jashtëzakonisht i shtrenjtë dhe makinat që kemi ne nuk janë në kategorinë e pistës sot. Vërtet ajo ka qenë për kohën, ka qenë një nga makinat më të shpejta, Mercedesi 500 me 326 kuaj fuqi, 0-100 km për 5.5 sekonda në vitet 92. Shumë e shpejt. Ka qenë për kohën, ka qenë jashtëzakonisht e shpejt edhe jashtëzakonisht e shtrenjtë, duhet thënë. Por jo, nuk i mundojmë për ta pyesim Fatjon, çka kishe pas dëshirë ta testosh sot ta fush një bër makina në pistë. Nuk e ke larg nga Lillestrømi pistën ku testohen makinat shpejtësi. Si që tha dhe vllai tha, ku kemi qenë tha përpara të vegjël kemi pas qef me bën këto budalliqe. Sot unë nuk e di se si xhirohet makina, as se si bëhet drifti. Se ti jam realist, vërtet nuk e di, kam me vite se nuk e di se si i pet gaz një makinë në fund. Edhe janë do shofera që thojnë shofera që hecin me to dhe qojnë kamen gaz, në atë mënyrë mund ndjek në zemër. Edhe ku i shote po drift, je për drift, po bane makinën për drift. Ashtu, jo makinën që e përdor ti për qef ose për çka tjetër, ti e bën drift. Nuk është ajo makinë për drift. Makina shijohet. Me makinën duhet me fol. Jo të folë makina me ty. Po mirë, tha Besmire, kushton pare për me bë drift. Në Skandinavi, ju jeni koshient, gjithë që jetojnë këtu e dinë se çfarë do thotë të merresh me motorsport, ose duhet ta fillosh që në vogëli, që të kesh ndihma, sponsorizime, për ndryshe është pa imagjinueshme për njerëz si ne që punojmë
edhe jetojmë normalisht, nuk jemi me bo sene për shembull që të kushton duhet me pas që thonë kapacitet me hyrje. Po ta shikosh, unë kam ndjekur Peter Solberg, që është kampion bote i rallyt, ka qenë sot i ftuar për intervistë në Oslo Motor Show. Pash më duket mos gaboj këto të Brumit, i kishin bërë një video garazhit atij. Mjete, domthon po gjithë familja atij, edhe djali patjetër vazhdon rrugën e babait. Çon po ta kisha babai në Norvegji, edhe ai ka qenë i çmendur, po në kohët komunizmit ishte i çmendur me gaz 69 që rus edhe me BJ 212 kineze, që ato mjete ishin atë kohë. Dhe mundoi bënte ato çmendurirat që mund të bënje me ato mjete. Ashtu. Po Po ato ishin mundësit. Po normal. Por megjithatë jemi krenar për kaq që jemi dhe për kaq sa jemi. Dhe jemi falenderues edhe për komunitetin e gjithë kush na ka mbështetur. Bravo, për të gjithë dole me i tempë. Njerëzit tonë. Se falënderimi më i madh, falënderimi më i madh është edhe se janë ato gjanat që i cekën përpara për punimet e gjana tjetër. Po ato që na kanë rrit ne sot, unë për veti edhe bashkë me vllajën tim, edhe dashin këtu janë shqiptarë, pa kërënësi që çfarë troje shqiptarë. Ato na kanë rrit ne, që i kanë postu makinat tona, na shkruajnë për ditë, komente negative ka, mos e normale, le të ketë sa të duhen, po janë ju që jemi ne. Normal, për ato edhe kemi edhe misionin ku me siguri shumica edhe kanë mu inkuadru edhe ma shumë në punën e juaj, edhe të njoftohen sa ma shumë, se ka ndoshta, unë e thash pak ma herët se individ jemi trend, suksetet kemi pa kufi, po kur po bëhem 3-4, pastaj po tutëm. Kështu që me siguri ka dikush që dikun është edhe merret me ato, ose ka një pasion, po nuk e ka një mbështetje, ose një duhuri. Atëherë ja pra është vendi këtu, keni Danimarkën, keni Salzburgin, po e më e mirë është që në YouTube i gjeni gjitha, në Instagram, në TikTok, edhe në gjitha rrjetet sociale, thjesht mi gjetë. Po tash, kur folni ju për këto makinat, benzet që janë limited edition, edhe që janë të paprekura në garazh, a keni pas ndonjëherë telefonat direkt për i benzit? Fationi ka histori më. Unë kam histori në fakt disa edhe nga Benzi, Danimarkës, edhe nga Zenvo. Nuk e dia keni idenë. Danimarka bën një makinë Zenvo. Po. Makina Zenvo vazhdon 1.5 milion euro e sipër. Nga ato kam oferta. S'po ja xoj emrin një shqiptar ton që janë multimiliardera, që janë top vene, edhe nga ato kam oferta për t'i ble makinat. Po një fakt vlen për t'u përmendur që makina që ka Fationi, që është sikur ky Mercedesi që prezantojmë sot, po është versioni limituar që janë prodhuar vetëm 950-60 copë mos gaboj. U ftua nga Mercedesi në Danimark, edhe është pjesë e revistës, u bën fotografi, u bë album, edhe u publikua edhe në Gjermani. Më thëna ishe kontakt direkt i atyre që më përpara nuk e kontaktonin. Po për shembull, kohët e fundit kanë filluar ta kontaktojnë shumë. Kohët e fundit përpara i thoshim Mercedesit e Danimark, këtu në grupe i thoshim do vishin të bënin një artikull, nuk ma ktheshin mesazhin përgjigje. Se ma shikoshin emrin Fation Praha, thoshin çfarë është ky huj. Kurse sot betona edhe njerëz që bëshin video këto, ku i thoshim hajde bëj video, po do pagush, kurse sot na lutin ato. Daimleri direkt për shembull, a është i informuar për këto? Daimleri i Mercedesit, shiko, ku janë makinat që është një koleksionist, si puna jonë që kemi disa, unë ta garantoj se Benzi dyra nga Stuttgarti e di se çfarë kemi. Se unë kisha një vizit kësaj radhe që isha në Stuttgart edhe e bona vizitën të muzeu. Çdo video që hedha unë nga muzeu, i pare që ka pa video ka qenë e shifë të muzeu. Në diskutim, po ja të kujtoj dhe i gjë tjetër unë, video që është bërë virale me miliona klikime në Kopenhagen që kemi xhiru me të dyja makinat, sepse fatmirësisht janë dhe e njëjta ngjyrë, edhe janë një çift, janë kopje. Ajo video që është bërë virale ka koment
nga official, nga Mercedes Museum zyrtar official, tek ai fotografi ai që ka bërë videon dhe i thotë lutem për nëse do të kesh content me ne, lutem na kontakto. Do më video është parë nga ata e din shumë mirë. Kush janë meraklin këto makina patjetër që janë parë dhe njihen. Dhe makinat tona nuk janë për shitje, por dhe ja ati kam thonë unë, ati personi shqiptar, një multimiliardier me shumë emër shqiptar, e kërkoj makinën një shile që kam unë, W123-shin. Ma kanë kërku, e kërkohet çdo javë. Ajo makinë nga gjithë bota. Nuk jam përshitje, s'do jem përshitje sa t'jem i fort. Por, po u shqit ajo makinë. Ne kam dhënë besën se ajo makinë shkon te ai. Te i personi joni, shqiptar. Edhe që e jap shumë ma lirë, ajo makina shumë e shtrenjtë si makinë, nuk ka çmim, po e di se e merr një... Ato po diskutonin me disa norvegjez më përpara në pandemi. Ne kam dhënë besën edhe do ta marr besën. Për këto tipe mjetesh nuk ka çmim. Domethënë mjafton që ti të vendosësh i çmim, sepse realisht ajo nuk ka një kopje tjetër që të ketë 20.000 kilometra në gjendje fabrik ny, si i thonë norvegjezët, domethënë komplet në gjendje të re fabrike. Është më vërtet nuk ka çmim normal. Kështu që për këto tipe mjetesh nuk pyetet, ata që janë koleksionistë vërtet nuk pyeten shumë sa do mashesësh ose sa ke çmimin në fundit. Ne shohim dokumentet që pa lidhje. Sa shet. Nuk kanë ato muhabete. Njeriu që do të blejë diçka, hype avionet edhe të vjen të viziton. Do vetot për një vizitë. Siç ma bani miliardieri jonë. Jo, po m'fal, edhe ti kur i ke bler ato makina, nuk i ke thënë sa po mashet, i ke thënë do viti vizitoj, ti shikoj. Po kam shku i kam marrën këto makina që i kam unë. Kam shku, e kam pa ka dalë në shitje, kam shku direkt aty. E kam pa makinë, më ka pëlqy, sa është pazari kaq. Jam unë as sa kam pas mundësi, kam rënë dakord e kam qenë në shtëpi. Pa provu makinën. Unë si kam provu makinat, seriozisht. E kam pa, e kam qenë në shtëpi. Kam dhënë shumë lekë për to, po e di se sot i kam 10 fish aty. Mirëmbajtja e këtyre, për shembull retro e kanë një kosto edhe kanë një kohë edhe një vend duhur, temperatura, gjithë ato. Si janë mirëmbajtjet e retro? Këto pak aty dole me një vend shumë i pik shumë të fort. Makinat e vjetra kanë defekte pafund. Si mas viteve, atë prishit i gomin, elshon një gjatë, tjetër elshon një plastik, ato dojnë shumë mbajtje të fort. Unë falë makinave që i kam sot në gjenje, është falë vlajt tim edhe vlajt tjetër që mi manë ato makina se janë sot. Se unë vetë, si që thash fillim, nuk jam mekanik, nuk jam Qipri, edhe di shumë gjona t'i bëj, ato makina su një preki. Po kam vlajt tim që është në Shqipëri, edhe vlajt tjetër që është në Norvegji, edhe i marrin këto ato makina që janë asë që në gjenit fort. A i ke të regjistruar makinat? Gjitha janë të regjistrume, janë në garazh me temperaturë ngrohtë. Por para s'kisha temperaturë për vetën teme për ngrohtë. Të ndërhy pak unë, ai vërtet të shu, unë e falenderoj, por realisht ky është shumë i smur për të kujdes për ato makina, edhe as për t'i bërë qefin, as absolutisht, po është fakt që edhe gjendja e makinave që janë nuk është se ato makina përdoren në punim përditshëm çdo ditë. Por një gjë e rëndësishme që mjetet duhet lëvizin. Nuk mund t'i mbash vetëm mbyllur edhe në garazh. Detyrimisht prishen, konsumohen, vjetrohen. Kur e lëvizni ato? Eventet që e bajnë. Eventet ose tani gjatë dimrit i ndezim çdo 2-3 javë, çdo një muaj. A kanë ndonjë për shembull tash ti po punon me autolarje, eksperti i asaj, ato edhe kur lahen duhen mu la në mënyrë speciale. Imagjino se njerëz ndoshta nuk na besojnë, shkojmë në një event, që zoti bie shi. Normalisht i çojmë ku tjetër me shi, i çojmë me kamion. Në eventet kur kemi caktuar edhe shkojmë i çojmë me kamion. Po na bie rasti ti çojmë me rrugë. Një makinë të merr një ditë për të la nga fillimi edhe herë. Se do të la nga poshtë, do të la nga lart, do të tha çdo detaje, se nuk është vetëm me thamja nga jarsja e thamë, ti ke ujt në gjitha qërin aty ashtu po. Edhe nga poshtë. E ka ndryshki. Janë shumë gjona. Plus që klima e Skandinavisë, kuptohet, duhet kujdesi pak më i lartë se në vende, po flasim thjesht në Spanjë. Unë jam pak ekstrem, te e pastërtia. A duhet polish këtyre?
Patjetër. Normal. Minimalisht 2 herë në vit. Minimalisht. Po special, jo si Cilës Edhe ne këto kemi tonat që i ne kemi kemi bërë fakt, show. se nuk hecim me to, që janë të mulu me matë mi shumë. Po, patjetër. Edhe duhen ato bo, për janë ato bo po me, them, janë për bo ato me po them. gërvishtje. Për ato po them. Edhe Mos sot u rreni në falë, të gjë tjetër. Mos u rreni me, jo bona ceramik, jo bona këtë, jo bona atë. Këtë hisnë nga menja o njerës, kam një jetë të marrë me këtë punë. Lene ceramike në vend vetë, mos e përdorni shumë atë ceramik. Makina po, bëhet me pastë mirë. Por, leni ato se e ka bona me ceramik, nuk ma dzen shiu, nuk ma dzen ujt, nuk ma dzen dryshke e tjetër. Aja s'ka lidhje. Thjesht ceramika e bën një fakt që rëshqet ujt. Edhe njerë sot e shofin, rëshqet ujt, shumë e bukur. Se ngell si pika shiu. ajo hin kanale atje. Nuk ka qenë, ti nuk ke arrit, ti ke argju shumë lek me abo atë pjesë. Unë kam tang të vite, nuk e bona kur një reklam të autolarja eme për keramiken. Asnjëherë. O kisha fitu unë për keramikës, o s'kishte fitu kush. Autolarjen e para kam bëhu në Danimark. Edhe kur se kam bërë reklame në asaj pjese. Rreth para ajo ta prish bojën e kodit bojës të makinës. Kur ta lak qofti e vret makinën, nese do ta lysh, nuk përputhet kur ma ajo bojë. Me desh ma pastruaja, pastrohet me ikra, prishet me ikra tjetër. Më falni që ju thamë, dashta ka autolare që punon me atë punë, më vjen keq që ju thamë, po shikoni një zanat tjetër, se e keni të gabum. Mirë me ditë për këto, sepse shumë bisedohet, sidomos ata që i blejnë makinat e reja, edhe kanë dëshirë se ata i thojnë ta bojmë janë me keramik edhe me ato. S'ka lidhja jo. Kemi një pyetje tjetër, sa keni bashkëpunim me edhe ka për shqiptarëve të tjerë. Mirë me këtë sport, se edhe kjo është një lloj sport. Gjithë kjo entuziazëm, inspirimi, Fatkeqësisht këtu në Norvegji nuk kemi bashkëpunim me shqiptarë tjerë, shumë pak. Domethënë që kemi kështu kontakte në për rrjete sociale, po jo që një bashkëpunim në për evente. Po, a dini ndonjë që ka ndonjë? Jap të them një rast tjetër, të paktën po flas për në Salzburg është pak më i vogël, shumë më i vogël se këtu në Oslo, për ndeshjen tani me Serbin. Mbaj mend që dola makinë me flamur edhe mu duke isha i vetëm gjithë qytetin, thash mos kam dal gabim, si ka mundësi. Edhe që atë ditë thash, duhet kriju një faqe, një grup që të paktën për evenimente të tilla, për raste të tilla të bësh të paktën se vërtet që ka shumë shqiptarë në Salzburg edhe ka shumë të apasionuar për makina. Po nuk kanë organizim, duhet më shumë organizim. Tash se po afrom Katadale edhe fundit, si është, cila makinë është retro, edhe qysh përfshihet në retro? Në Danimark, pa njësion, se ju kene duket pak marrë 30 vjetë, ne kemi 35 vjetë në Danimark. Makina kalon 35 vjetë, kalon automatikisht retro. Edhe taksit i ka shumë më të lira, kolidimi banë çdo 8 vjetë, kontrolli kjo, si quhet e Norvegji, banë çdo 8 vjetë. Kurse ku është 30 vjetë që ka bë makina në Danimark, futet e klasikja, po paguën taksin e rrugës, se paguën pretën, vetëm sigurimi i ullet pak. Patjon, sa i përket pjesëve, makinave, tash, ose do një nga pjesë e lëshon, sur se thamë me kohën, dhe më thonë, si mund të siguroni pjesë e reja, po do të mirë nga makina tjera që janë. Disa ka bërë, disa për fat mirë janë shok, miqë. Disa gjëra që janë kritike, ne dhe kemi siguruar më përpara. Për shembull, vlen të përmendet impjanti elektrik, Ledningsnet që i thonë këto në i motorit, po flasim për Mercedesin 124 500. Ai është nga pikat më të dobta nëse nuk ndrohet. Kështu që makinat tona janë të ndruara dhe kanë edhe kite rezervë aktualisht, domethënë që këto gjërat më kryesore i kemi siguruar. Edhe këto branik, rreth se 500 është shumë e vështirë me pas branik. Original. Po larg qoftë një aksident krom, apo zi kanë ata. Larg qoftë një aksident të ndodhi diçka, është problem sepse nuk i gjen. Një set ekstra, larg qoftë, inshallah s'na ndodh kur, po. E kemi një set ekstra. Duhet punuar dhe në këtë drejtim, përveç se prandaj dalim ka jo që është kosto është drejt. A mendoni ju se ardhmja do të jetë gjithçka elektrike te makinat, do të zhduket? Ajo do zhduket. Nuk ka shtrafa gjatë. Elektrika ka qenë para
50 vjetëve, su në rriti për të kalu, u fut të shi Skandinavia, Më fal, më ka bërë shumë përshtypje një koment zyrtar tek faqja e Mercedesit, edhe pyeste dikush sepse ata kishin postuar një 190 elektrik në 92-shin. 92-shin në 89 mos gaboj, nuk e mbaj më të mirë, por ishte makinë elektrike risi në atë kohë e postuar nga faqja zyrtare e Mercedesit, dhe dikush e pyeste që wow, si ka mundësi që ju e pas keni pasur këtë teknologji gati, edhe nuk e keni nxjerrë në treg që në ato vite. Edhe komenti i Benzit zyrtar atje officialisht që po ndoshta bota nuk ka qenë gati për këtë gjë. Ai ishte shumë interesant. Po ndoshta po një gjë, shiko, njerëzit nuk besoj nuk do humbin makinat fosile që i thonë, domethënë me motora me djegë të brendshme, nuk besoj se do humbin kurrë. Sado që elektrikët prodhojnë biznesit, vazhdojnë të shesin. Ata që kanë njerëzit në zemër nuk e heqin dot. Nuk e heqin dot. Nga makinat elektrike nuk krijohet ka asnjë zë, domethënë. Po nuk kanë ndjesi, Për shembull, ti mund ngasësh Porsche me ose që mua më ka rënë rasti Audi e-tron GT me 1000 kuaj fuqi elektrik, edhe nuk e ke atë ndjesi, mund ngasësh një makinë me 300-400 kuaj me motor me djegje të brendshme dhe të fluturosh me adrenalinë. Imagjino traktorin që ka dashi, është me 2 motora, ka një motor benzinë, një motor nafte. Po atë duhet bësh kurs për ta ndezë atë. Pikërisht, duhet të pas kurs për ta ndezë, nuk e ndez do njëri atë. Niset motori benzinës, pastaj niset ky tjetri i naftës. Ashtu. Ajo është një gjë shumë e veçantë. Kush e kupton ajo gjë? Edhe këto gjëra duhet mbahen se humbin. Për shembull brezi i ri që vjen, prandaj po diskutonim më përpara te show me Fationin, po thoshte që më bëhet shumë qefi për këta të rinj që vinë kanë interes ke makina. Se këta rriten edhe kuptojnë edhe e marrin atë dashurinë për mjetet. Mos ngelin ti hypin vetëm elektrikeve dhe të zhduken këto të tjerat. Më është e rëndësishme edhe edukimi i brezave, që dhe ato të njihen, mos humbin historia, mos humb. Është e rëndësishme që mos humb historia. Për shembull traktori, po flasim për shembull për traktorin e Dashit. Dikush domosdoshmë se ka iden fare se ka haberi se ka ekzistuar. Është në fakt ajo. Ta shkohet edhe elektrike, më duket. Edhe elektrike ka. Patjetër, çdo mjet lëvizës tash prodhohet elektrik. Jo vetëm lëvizës, po dhe fluturuesit po i bëjnë elektrik. Po, normal. Unë ju falenderoj shumë pro që erdhët edhe keni luajtur edhe dorën. Pyetja lësh para se ta mbyllim këtë program kaq të mirë, se rrallë edhe asnjëherë deri tani s'kem pas. Kënaqësi. Edhe ne po shohim se jemi gjeneratës dytë. Pa morë parasysh se nga vim kemi gjeneratën e tretë që po rritet, edhe mendoj besartit më i shkollur në atë aspektin e mekanikës, edhe si thënë se limarisë, karoserisë, edhe gjithçka dhe modelit e kjo pasioni që e keni, a keni dëshirë që t'ju jepni një mesazh të rinjve tanë, gjeneratës tretë, e thema herët, mos t'i japin shumë në vurull blerjeve se makinave elektrike, po kjo lidhet pak edhe me pasionin, si më thonë, në familje, nëse për shembull ka familje që nuk kanë interes për makina, por edhe kjo nuk do të thotë që fëmia nuk mund të ketë interes, mund ta marrë interesin për shembull nga rrjetet sociale. Për shembull makinat që ne postojmë vazhdimisht, interesi sa më shumë vjen, zhvillohet, çdo gjë që bëhet virale ka shikueshmëri më shumë. Shikueshmëria jep ka atë anën pozitive, njerëzit e shohin edhe duan, një pjesë e duan, një pjesë e injorojnë, por shumica e duan. Kështu që unë kam dëshirë, ju sugjeroj që mos ta lënë të shkuarën të hiki, sepse duke mos ditë nga ka ardhur nuk e di ku do vesh. Domethënë gjithmonë duhet ta dish edhe se çka ka pas më përpara, jo vetëm me vazhdu. Patjetër që teknologjia të rinj duhet ta ndjekin, sepse ajo është ardhmja nëpërmjet teknologjisë, por nuk do harruar as e shkuara. Në motor show pa ndërprer ishte një furgon Ford që kishte shumë kaj fuqi. Edhe me 5 tur po ishte motori. Aty ju kishin pas mbledhur gjithë aty dhe menova edhe çfarë po ndodh. Aty ka çmendurira. Domethënë kjo është një lojë që nuk ka fund. Unë shkoj nuk di ku ti edhe shtytë, kupton? Prandaj unë ndihem shumë krenar që ke mundsinë kur vin njerëz që ne vinë dhe na shikojnë, kanë interes për makinën tonë, them, wow, çfarë makina është ka këtu? Këta vinë edhe do të mendojmë diçka se mendojnë për makinën. Po ta ndërpreroj. Mendojmë edhe diçka se unë kam marrë në 2002, kam hangër një herë në ditë bukë në Danimarkë. Gati një vit. Por ju them trive,
ato që kanë mundësi të marrin shkollën, mos u ndaloni. Ato që s'kanë mundësi shkollën, punoni se me punë arritin. Arritin, ashtu. Këta person që e shifni këtu, kam vujtë shumë. Po jashtë mase. Me ne hapë zemrën ne, kemi shumë gjana me folë, mund të bëjmë libra. Shifet Po edhe në përritë sociale dhe tojnë këto qengen për dha gjia ku di unë, por ju betona se kemi vujtë shumë për ma ardhe këtu dhe po vujmë për ditë, me punë për të arrisin diçka për veti po mos harroni se po bëjmë krenari shqiptarin. Ju lumt. Një mesazh edhe prej dashmirë pse përfundojmë programin, kështu që unë po them edhe siç po flisim për makinat, unë pranaj e maj dhe traktorin, e maj si një vlerë kombëtare e jonja, sepse ne në Shqipëri në fakt nuk kemi qenë të mirë për të mbrojtur të kaluarën si për një histori. Unë atë që them që historinë mos e vrit një historinë, çado qoftë, domethënë ai traktorin e komunizmit kemi histori të keqe, po është një histori që ne kemi kaluar. Në fakt të bëj dhe ndryrje tjetër, se tani muhabeti nxjerr muhabetin. Si mund të harrohet në Shqipëri? Shqipëria ka pasur 4 nëndece, submarin, nuk e di fjalën në norvegjisht si U-boat, po. 4 nëndece kanë qenë në Shqipëri. Super forcë ushtarake ballkanike. Ikën për skrapat o shkrinë për metal. Shqipëria ka pasur aviacion. Ka pasur i madh ka punuar në aviacion. Unë jam lutur të takohem me komandantin e aviacionit, Gjerasin ta përshëndes, zotin Harilla Rebi, përshëndetje general, bura me vlera të ralla, të gjitha filmat shqiptar që janë filmuar me avion i ka pilotuar ai zotri. Edhe jam edhe unë krenar që i mat ka pasur shansin të punoj me njerëz të tillë. Po atë që do të thoja historia pra, sot janë shkrirë në Shqipëri, nuk ekziston. Kjo është fatkeqësi për vendin, e kupton? Për shembull, imagjino Skandinavia ta kishte shkrirë një pjesë të historisë, i kishte çuar për në skrut aviacionin apo mjetet luftarake që ka pasur. Kemi edhe këtë fakt se ka vazhduar edhe pjesa retros në Kosovë, në Shqipëri, edhe ato po bëjnë çmosin, bravo qoftë, punojnë edhe ato sa kanë mundësit, e kanë arrit diçka të mirë. Pjesa retros në Shqipëri. E kanë rritë vlerën e të kaluar. Patjetër, po ka njerëz, e duan njerëzit e duan, nuk mund ta ndalësh atë gjë. Sepse pavarësisht se më përpara nuk ka qenë organizuar, tani është shumë më shumë e organizuar, shpresoj që të bëhet akoma më mirë, por pasioni i njerëzve nuk mund ndalet. Domthonë, në momentin që janë 100, bëhen 200, bëhen 2000, bëhen 3000, detyrimisht edhe shteti dhe kushdo që të jetë duhet marrë masa të bëjë diçka, të ketë organizim, sepse mjetet po ka. Po kuptohet dhe kohët kanë ndryshuar edhe mundësitë janë më të mira. Me të vërtet u kënaqëm edhe shumë sene mësuam të reja, që si kemi ditë edhe me siguri se tash edhe tjerë njofton. Unë edhe ne ju falenderoj shumë për atë që erdhët edhe la darkën atje që keni qenë ftuar atje prej vetë organizatorëve, edhe kjo është kënaqësia e madhe që të njoftohemi. Tash jemi njoftuar edhe më merr mendja që ka dalë do t'ju përcjellim edhe në evente tjera, edhe në panajile tjera, e sidomos në Norvegji këtu. Ju urojmë suksese shumë, neve na keni mas për çdo gjë që mundem na me bëu për shembull, çat kapacitet që kemi për promovimin e punës edhe entuziazmit të njeriu që ka. Faleminderit shumë edhe suksese. Shumë faleminderit. Edhe që shqiptarët norvegjisë të gjithë botës. Shumë faleminderit. Faleminderit. Sukses edhe në tallën. Faleminderit. Në çdo frymë